12 nëntor, 95, unë veç e kish me vendos, mi dhon fund beqarijës se mu martu, me bashkëshorten Amidën, edhe është caktu data, po na netin ditë e kish me dhe ndeshje që ta shumë e rëndësishme. 95-ën, u bënte liga unike, Bashkë. edhe neve na vyke në ato 3 pikë, edhe normalisht që u do kemu konë dhe aty se isha njërën dhe aty në letarë të rëndësishëm, që bashkë mi barë, zbashku me letarë tjerë, si që janë Avdyl Kaqiu, Naim Beka, Luan Dibra, unë, Ismet Mullolli, Bajram Krasniqi, Mostaraj në Dolli, që u caktu data në ditën e ndeshjes, edhe si përpara që shkon në zakonën, dasë më zakonisht të organizashin e 4-5 ditë përpara, filloj këtë tajten, deri dilën. Ata e dishin se unë kam u martu, ditën e dilë edhe, qysh mi a bo, tash po e shumë keq, jam i vetëm të shtëpia, data të caktu, më martu s'moj. Edhe tajten dasmja është fillu, duke më sukan e premte, ka orë profesori Bilbil, Shaban Bahulli, edhe tash nuk po kujtohet ta ka në Recep Bahulli që ka kryetari i klubit, apo që ka në Ramadan Bahulli që ka në vllai Shabon të Regjis. Në me uru për darsmën tem që po martova, po netë kom bisedu me babën tem, çysh më ia bë, që Fadili më ditën e ndeshjes, që baba jam ish kategorik që ju, për shkak se dasmja do ke njerëz, do ke organizim, jo nuk është sikur sot pak më lehtë është, për shkak se sot po bën darsmet, po caktohet restorani, po shkojmë në restoran, po kryet, po kthehemi prapë shtëpi, dhe s'ki shumë organizim, shumë bart madhe. E në atë kohë do ke shumë çka më organizu. Edhe për kundër insistimit shumë të madh profesorit Bilbil, që me shumë Fadilin me lujt, baba është kategorisht jo, edhe me të jo. Po tashti, gjatë 3 vitin, a vazhdojnë 3 vitin, prapë në shtonin, prapë ishin ato presionet e kam fjallën pozitiv, që nuk isha dëshirë me shku minimu shokve, po në prapë, e bona prapë një, ki bjena sta pak si e ulte, e bona pak një gjest, e bona një diçka për klubin, po, që ka meritu dhe kuriku me bona një diçka tillë për shkak se është ka klub serioz, klub i organizuar dhe shumë domethënës për mua. Edhe një thash, hajde, parafërsisht dreka është në ora 1 që shtreke për këta krushit e darsmës, 12-15 metrash, hajde ofër shtëpis aty, mos ju sheh baba shumë unë vi thash në kerr Shabonit edhe vi me juve. Për me shku me lujt ndeshjen, le me përmend ndeshja është kanë me Shkëndin e Llokarit.